Ka një rrezik për bazat amerikane në lindjen e mesme? Shko, nuk për momentin ideja është që duke qenë se suksesi i Izraelit në ditët e para ka qenë jashtëzakonshëm. Edhe kam mësoj regjia edhe për parë dhe bazat amerikane pra që ndodhen në lindjen e mesme. Dhe kam përshtypjen që Donald Trump mundoi të merrte, thuaç atë meritat e Izraelit në rastin e suksesit të jashtëzakonshëm dhe kjo mund të bënte që Irani të godiste bazat amerikane. Këtu shohim që janë bazat amerikane shumica për tyre në lindjen e mesme. Më të rëndësishmet janë me të kuqe janë avionet dhe kuqe janë bazat ajrore amerikane. Shumë e rëndësishme është baza që është në Katar, kjo është më e madhe amerikane. Është një bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe një bazë që është pikërisht në Arabinë Saudite. Shohim që distanca për tyre me Iranin është shumë e vogël. Tani nëse Irani vendos të godasë bazat amerikane, sigurisht mund ta bëjë sepse distanca është shumë e vogël, por kam përshtypjen që përgjigjja që mund të merrte mund të ishte shumë e madhe se ajo që ka dhënë Izraeli. Pra un kam dyshimet e mia nëse Irani do të dojë ta bëjë këtë. Ky është të kalosh vijën e kuqit përfundimtare dhe të futesh në luftë drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara që nuk ka mundësi ta bëj Irani diçka të tillë, plus se bazat amerikane nuk janë thjesht baza amerikane, këtu mbrohen sigurisht me sistemet mbrojtëse amerikane. Pra do të thotë që sistemet mbrojtëse amerikane në këto baza janë jashtëzakonisht të forta, por nuk është kaq e lehtë, nuk ka asnjë lloj mbrojtje dhe mund Irani të godasë si dojë dhe kur dojë.